se vetë kur i shef partitë e majta, me partitë e djatha në gjithë botën, partitë e djatha janë parti domethënë që kanë njerëz që e don pronën, e don familjen, kanë karakter, kanë cilësi ndoshta më të forta. Vetë fakti që Gjirokasta dhe Enver Hoxha nga vinte ai e përkrahu sistemin bolshevik, sistemin komunist e diktaturës, domethënë këto njerëzit që janë ndoshta dop moralisht e përkrahin partitë e majta në përgjithësi. E për hir kësaj, domethënë vetëm që partia që sot është opozit, është Partia Demokratike bashkë me aspektin e tjerëve partive opozitare, shqiptarët pranojnë çdo gjë që ndodh, çdo gjë domethënë që ka ndodhur do të paktën në 13 vite fundit prej qeverisë Rams, vetëm që mos të shohin Partinë Demokratike dhe atë pjesën opozitare në pushtet. Ndoshta mos shikojnë Berishën, jo PD-n, për të mos i lidhur. Nuk është, në Partia Demokratike nuk është parti ushtarësh. Duhet me kuptu këtë gjë. Partia e Berishës. A është partia e Berishës? Dakord jam me ty. Ashtu pajtohem, a thotë ashtu pajtohem, por fakti është se Partia Demokratike nuk është parti ushtarësh. Mënyra se si Partia Demokratike ka lind si parti domethënë kundra një regjimi. Aty ke gjithë ato rryma në Partinë Demokratike domethënë që janë kundërshtar me një tjetër brenda partisë vet. Edhe ajo është demokracia. Aty është shef demokraci. Nuk është demokracia, ata e përjashtuan Salianin me një foltor shqiptëri. Nga hero në burg e përjashtuan. Pse dolin një takim me demokratët? Edhe kjo është demokracia. Nuk është a janë perfekt? Nuk janë perfekt. Nuk them që janë perfekt, as janë apal, por që të kesh domethënë një ngjarje sikur ka ndodhur domethënë të 13 vitet e fundit, domethënë ngjarje mas ngjarje, korrupsion, domethënë ti ke faktin që Ilir Meta, pavarësisht se unë kam as se kam dash, as se duhet, domethënë sikur janë fjalët, Ilir Meta ka qenë thjesht një vege domethënë që ka luajtur, domethënë ka bërë situatën ndoshta politike që është sot, ai e ka krijuar domethënë këtë terren që është sot Shqipëria në këtë situatë ka qenë fakti Ilir Meta, unë se kam dash asnjëherë si më thonë si politikan ose ato që ka flitë për Ilir Metën, por fakti se si u arrestu Ilir Meta dhe sot ngelet në burg. Mënyra se si arrestuan. Fakti që Erion Veliaj nuk është në burg për çka akuzon opozita. Ke insinatuar që nuk ekziston, akuzon për diçka tjetër. Këtu është e keqja se këta luajnë me dy standarde, domethënë i kanë aprovuar për Sajmir Tahirin e aprovuan me njëherë, domethënë se nuk e desh Rama ose Velien e hoqi me një urdhër, i urdhëroi ata të bashkisë edhe ata, njëjtë sikur vjen në parlament, e votuan për arrestimin e tij, me shkarkuar. Kështu që standardi që sot këta e bojnë domethënë një urdhën edhe votën pse kanë ditë se si është parlamenti shqiptar. Nuk është parlament i votuar. Partia Socialiste nuk i ka marrë 2 mandate. Garantoj me jetë. Kur e shef situatën në Shqipëri, Partia Socialiste ndoshta ka më shumë përkras, se kanë ngel më shumë atje se sa demokratë kanë ikë, se kanë gjetë veten, por besoj që populli thjesht nuk ka asnjë lloj fuqie përveç asaj të votës, edhe kur vjen momenti votën ja vjedhin, kështu që Rama e ka kthyer Shqipërinë domethënë goditja më e madhe që ka dhënë drejtësisë ka qenë ajo votimi i djeshëm. Ai thotë që unë nuk e pengoj drejtësinë, këto politikat e Ramës domethënë që raportet me Amerikën duket se i ka gruan. Asnjëherë se ka gruan me Amerikën, absolutisht, se Amerika nuk do një qeveri të korruptuar, thjesht i binën. Ky është munduar me bë përpjekje mes dhëndrit të tij, domethënë që normalisht dhëndri ka efekt, se është baza e tij, por gjithsesi nuk është sikur sa thash, nuk duhet me lidh gjithmonë me një person, duhet me lidh me komplet administratën amerikane. Janë disa mura komunikimi, qoftë takimi vet atje, tani ajo ambasadoria greke në Athinë, Amerikës në Athinë që erdhi në Tiranë, prap. Po ambasadoria që erdhi në Athinë është ajo
gruaja e djalit Trumpit, besoj, right? Po, rrethi i ngushtë i tij. Është krejt, nëpërmes Kushner, nëpërmes Sorosit, krejt të lidhje se Kushner dhe Soros janë shumë Doli Sorosi edhe këtu. Po sigurisht, se këto, krejt të lidhje, nga i bani Rama gjithë të lidhje, më thujti mu nga i bani? I bani thjesht nëpërmes George Sorosit. Shife sot Francën, shife Franca po shet armë ke Serbia. Gjitha këto veprime që sot i shef në tavolin janë veprime që ka bërë Rama poshtë tavolinës. E njihen 82 mumje, kisha me thonë mumje, pash një deputet Ram që gjoja ishte dhe jurist, edhe thëshë unë, po të kishe qenë ndryshe do isha një shumë keq që nuk, se s'kisha mujt me potu ndryshe. Po ti ja ke heq deputetin, ja ke heq imunitetin çdo njëri që ka ardhur tash, kur vjen problemi, pse po e mron? Pse mron kur drejtësia e pavarur që ti thua kam bërë drejtësinë e pavarur, ka vendosur që me heq imunitetin edhe mu arrestua. Domethënë se përban rrezik për provat. Atë ti nuk je drejtësia. Ti nuk je drejtësia, je pushtet tjetër. Kështu që ajo thjesht ishte okej për ata 82 që mundeni me vjedh edhe jeni të mbrojtur nga unë. Pse Rama ka frikën e vet. Ka frikën e vet, nuk është problemi ke Balluku, është frika e arrestimit të tij. Por gjithsesi unë gjithmonë kam pas ato rezervat se edhe spaku shqiptar janë, edhe njerëz janë, edhe ata kanë familjet e tyre, ndoshta kanë presion politik, presion e tjera, domethënë që mundën më shkaktu, me ndodh tyre mes politikës edhe punës që bajnë, por unë kam shpresë ndoshta ata do të çojnë hetimin deri në fund, ndoshta nxjerrin edhe prova të tjera, domethënë që këta thonë që nuk akuzohet për korrupsion. Po ç'është pavarësia tender, përveç se korrupsion? Ti më thuj, e ka bë për çfarë bani? E bani pse kishte qef ose për ç'a? Për ç'a? Për ç'a bën pavarësinë tender? Domethënë ti bën favor dikujt, edhe nga krau tjetër ai tjetër. Ne dim këtu e ke në mes New York City, domethënë që ose kontrata që bën me government, me qeverinë, domethënë kontraktorët e mëdha që bën kontrata me qeverinë. Po të paktën këtu jepen 3 veta, japen çmimet, 10 veta, 100 veta varet e kanë hapën për publikun kur i plotësojnë ato kriteret që kërkon shteti për ata njerëz që bën kontrata me shtetin, edhe njerëzit i çojnë ato çmimet, ato bits, si më thonë, edhe ata vendosin nuk e marrin gjithmonë atë materjen, ndoshta nganjëherë marrin edhe materjen, për të njëjtën gjë se krahasojnë, domethënë janë njerëz të ekspres që krahasojnë ky kontraktor me këtë me krahasim me këtë, por i ke që normalisht që bëhen me rregull. E gjitha kur ka shkelje, se edhe këtu ka shkelje, normalisht ka shkelje sikur kudo, këtu e bëjnë hetimin deri në fund. Kishim atë Homeland Security që u shkarku nga Trump, domethënë kishte arrit që me ble avion për gjoja këta që arrestohen edhe kthehen mrapa dhe e pyetin njerëz nga Partia Republikane, në senator i thonë, po pse e ke ble avionin me dhomë gjumi? Edhe hapon i thanë, a ke pas marrëdhënie me një nga këta që ishte pjesë e administratës Trumpit, edhe ajo nuk u përgjigj vërtet, por publikisht dihet që kanë pas marrëdhënie intime. Derisa ka ble edhe avionin, kishte ble kështu property, si thonë, për gjoja për Homeland Security, me lan mjetet, me lan ndoshta njerëzit me fut derisa të kthehen mrapa, domethënë që nuk dihet se sa afera i ka bë, por sigurisht aty vazhdon hetimi. Tash do them për Ballukun, pse Balluku i bani favor? Për çka? Për shef? Pse s'na bani mu një favor? Domethënë logjika çon, jo logjika që japin ato mediat në Shqipëri ose njerëzit që
punojnë për shtetin që thot po nuk ka korrupsion. Po çfarë është ajo? Ajo me tendrat, favorin tendra. Korrupsion është ajo, në vërtet. Se ti ja bën favorin dikujt tjetër, edhe në krahun tjetër i ke marrë një sasi parash. Ose ajo implikimi që domon ose ndërhyrja ke dëshmitarët. Çfarë është ajo? Ose gjithë kjo organizatë domon që kanë bërë gjithë tendra, miliona dollar domon mundesh me qytet edhe si grup i strukturuar. Domon këtë fakt domon kjo që ka ndodhur në Shqipëri s'ka ndodhur asnjëherë, as në kohën e Enver Hoxhës. As në kohën e Enver Hoxhës nuk ka ndodhur ndonjëherë gjithë kjo vjedhje domon që është bërë në Shqipëri me taksat e popullit, e 92 deputet, 92 mumje ose bemje dhe quja, vetëm ngrejnë dorën. Asnjë kundra. Kjo është e papranueshme. Domthon këto nuk arrin me kuptuar. E populli vetëm rrinë pinë kafe, por në fundit ai popull nështë atë që vjedhën. Me vjedh për vete edhe kaq kështu meritojmë ne. Nuk besoj se mundem me qenë ndryshe. Po unë me qenë deputet në parlament, domthonjë jam figurë që përfaqësojnë popullin. Atëherë me ngrit dorën kundra një hajduti, me mbrojt hajdutin, ti në vërtet je të mbrojt edhe veten, je të mbrojt edhe krye hajdutin. Kjo nuk ndodh asnjë parlament botës. Ai kryeministri ju doli po i bën leksion për Anglisë, Evropës, ajo ja tha cop ajo Marta Kos, i tha, nuk dom cowboy, si tha, Kali Troje, tha në Evropë. Ja tha, komplet kështu në mënyrën më të shkoqën si thonë Shqip. Kështu që, dje domon ka marrë goditjen Rama, akoma domon nuk e kanë, si thonë ta, nuk e kanë mërtyp, akoma atë çka ka ndodhur dje. Por, unë vërtet kam thënë që me situatën që është Shqipëri, le çfarë thot Rama për propagandë, për propagandë e fushat elektorale që do çojë Shqipërinë në 2030 në Evropë. Shqipëria s'ka për ty në Evropë, my friend, se është shteti më i korruptuar, në ndër shtetet më të korruptuara. Drejtësia është prap, drejtësia me atë që bëhet dje, nuk është e pavarur, pse nuk ka arrit që me dënua, me arrestua zëvendës kryeministën për korrupsion. Këtu domon marrë këtë loja është goditja më e madhe që është bërë domon pushteteve në Shqipëri, edhe në kohën kur Partia Socialiste thoshte në kohën e Berisës që nuk janë pushtetet e pavarura, drejtësia me legislativin me këto, edhe atëherë domon ka pas njerëz që janë arrestuar, jo shesh imuniteti, ndërsa kjo që ndodhi dje domon është thjesht Rama do me mbrojt vetveten nga gjithë ato krime, korrupsion që ka bërë për këto 12 vite. Sadri, unë falenderoj për bisedën dhe shpresoj që kemi lajme të mira nga Shtetet e Bashkuara, nga administrata Trump për Shqipërinë tonë, për trojet tona, për ta mbyllur aty ku nisëm, sidomos për Kosovën. Mbetemi me shpresë. Gjitha ka qenë një shprehje që respektin gjithë se kush ja bën veti. Në kuptimin e fjalës po them këtë që nëse Shqipëria ka punë të mirë, ka punë me Amerikën, nëse Shqipëria si ka punë brenda për brenda me veten, atëherë as Amerika as kush nuk ka dëshirë me tillë, si thonë, me pa bisedime ose me, si me thonë, me pashpunu me një shtet që është shtet që nuk i ka të pavarur 3 pushtetet, me një shtet që ka korrupsion edhe ligji nuk vepron. Unë shpresoj që një gjenerat e re ndoshta nuk e di se kur do vinë ato se kur mundet me ndryshu situatën në Shqipëri, por shpresat, unë kur kam lënë Shqipërinë në 96-ën,
Tash për sa kohë komo Shqipëria s'ka për të bërë. Edhe Shqipëria është bërë, sa është bërë me korupcion, është bërë me padrejtësi, dhe më gjithë ndërtesë, të gjëna, asnjë nuk është bërë me një rrogë ose me një pagesë që ke marrë ose me një biznes. Shumë pak. Çdo gjë është bërë me korupcion edhe me vjedhje. Njerëzit tonë është bërë Shqipëria e bukur, por në vërtet çdo gjë është bërë jashtë ligjit. Për të paktën po flas në mas 90-s është po e lishme vjedhja. Te në 90-ën ka qenë diktaturë, unë them se mas 90-s është ligjëruar vjedhja. Sistemi pak a shumë është i njëjtë, nuk është sistem represiv a diktaturë. Problemi është se sistemi funksionon si herën e parë vetëm që tash është ligjëruar vjedhja. Kudo. Kaq. Në pritje të gjeneratës Z, unë të falenderoj shumë Sadri dhe shpresoj që herën tjetër dëgjojmë për lajme të mira. Patjetër, gjithë mirë të ju.